Dosjet më të nxehta në GJKO dhe që u përkasin atyre që më parë kanë qenë në krye të shtetit ngjallin jo pak interes. Madje nisu nga kjo, Ilir Meta, Sali Berisha, Erion Veliaj, madje dhe Arben Ahmetaj kanë kërkuar që seancat të zhvillohen live. Në pak minuta, madje u shfaq procesi ndaj kryetarit të Partisë së Lirisë, MOTEI dhe nisja e dosjes Partizani. Interesi të shtuar ju përgjigj KLG që ka deklaruar se kamerat për transmetim do të jenë në sallë. Madje gazetarët mund të mbajnë dhe celular me kusht që aparatet t'i mbajnë pa zë. Megjithatë, do të ketë rregulla të qarta për rrugën që do të ndiqet. Kërkesa për prezencën e kamerave do të paraqitet te gjyqtari për mediat. Do të jetë kryesuesi i seancës që vendos të lejojë ose të ndalojë transmetimin e plot ose të pjesëshëm të seancës, por edhe për refuzimin janë disa kritere. Transmetimi live ose regjistrimi i seancës ndalohet kur çmohet nga gjyqtari se prania e kamerave ndikon në ecurinë e procesit. Po ashtu edhe në rast se një subjekt nuk pranon të ketë medje vizive, apo edhe kur për shkak të rëndësisë zhvillohet me dyert të mbyllura, kamerat do të ndalohen. Nëse salla nuk ka hapësirë për të gjitha kamerat, atëherë do të lejohen pak prej tyre, por me kusht krijimin e një skeme që të shpërndahet të gjithë medjeve të interesuara. Vendimi do të jetë në fuqi me një herë pas publikimit në fletorën zyrtare, ku do të pritet, nëse ish drejtuesit e lartë të politikës do të pranojnë që përballjen me akuzën ta zhvillojnë live.